Pas një dëmtimi muskulor që e mbajti jashtë fushave për rreth një muaj, sulmuesi shqiptar i Beshiktashit Ernest Muçi është pranë rikthimit në fushë. Futbollisti 23 vjeçar po përgatitet intensivisht në stërvitje, ndërsa rikthimi i tij është planifikuar për 2 javët e fundit të kampionatit turk. Megjithatë, ekziston një dilemë me stafit teknik dhe mjekësor nëse ai duhet të aktivizohet menjëherë apo të ruhet për ndeshjet e muajit qershor me kombëtaren shqiptare, duke qenë se Beshiktashi nuk lufton për ndonjë trofe madhor, madje edhe nga Kupa e Turqisë është eliminuar, me një ftesë ende në pritje nga trajneri Silvinho. Forma fizike dhe gjendja shëndetësore e Muçit mund të jetë vendimtare për përfshirjen e tij në grumbullimin e kuqezinjve për ndeshjet kualifikuese të botërorit. Megjithatë, ai ka qenë pjesë e rregullt e grumbullimeve të kombëtares, edhe pse nuk është preferuar shpesh nga trajneri Silvinho. Ndërkohë që rikuperimi po shkon drejt fundit, Muçi ka shfrytëzuar kohën e lirë për të marrë pjesë në disa aktivitete argëtuese të organizuara nga klubi i Beshiktashit. Ai është parë bashkë me shokun e skuadrës Milot Rashica duke marrë pjesë në lojra me shigjeta, një sfidë miqësore për të testuar saktësinë dhe për të shkëputur mendjen nga presioni i rikuperimit. Atmosfera pozitive në grup dhe mbështetja e bashkëlojtarëve kanë qenë element kyç në rikthimin gradual të Muçit. Në një tjetër moment të publikuar nga klubi, Muçi shihet në sallën e brendshme së bashku me grupin duke shijuar bashkëpunimin dhe shpirtin e ekipit. Tashmë vëmendja është te vendimi i stafit për aktivizimin ose ruajtjen e tij, ndërsa vetë lojtari mbetet i fokusuar dhe pozitiv me sy nga rikthimi si në fushë ashtu edhe në fanellën e kombëtares. Në ditët e fundit, Muçi ka marrë vesh edhe një lajm tjetër shumë të mirë. Partnerja e tij ka zbuluar se pret një fëmijë me lojtarin e kombëtares që do të bëhet baba për herë të parë dhe e veçanta në moshën 23 vjeçare.